Atmosfera festive ditës ndërkombëtare të fëmijëve ka mbledhur në odaonin e qytetit të Pogradecit fëmijë nga kopshtet dhe klasat e para të shkollave nëntëvjeçare, të cilët kanë performuar në një aktivitet të veçantë artistik të organizuar nga Qendra Arsimore në Bashkinë Pogradec. Me këngë, valle, recitime dhe numre të ndryshëm artistik, fëmijët sollën para publikut një spektakël plot ngjyra dhe emocione, duke përcjellë mesazhe gëzimi, miqësie e dashurie për një qershorin. Aktiviteti u zhvillua në kuadër të festimeve të ditës fëmijëve, duke zhndëruar qytetin bregliqenor në një skenë të hapur për talentin dhe krijimtarinë e të vegjëlve. Prindër, mësues dhe qytetar të shumtë ndoqën performancat e voglushve, duke i duar trokitur dhe mbështetur gjatë gjithë këtij aktiviteti. Një qershori nuk është vetëm një ditë feste, por është një ditë gëzimi, lumturie për fëmijët, por dhe për ju prindër të cilët sakrifikoni për lumturinë dhe begatinë e tyre. Unë do të dëshiroja që gjithë fëmijët që janë këtu, po dhe në gjithë botën, të kenë vetëm ditë të lumtura dhe të gëzuara. Sot është një ditë e veçantë. Dita më e lumtur e gjithë vitit, që e themi ne, por si kjo ditë duhet të jenë të gjitha ditët e vitit. Prandaj, ju të dashur fëmijë, kudo që jeni, ju uroj gëzuar këtë festë dhe gëzuar një qershorin të jeni të lumtur gjithnjë. Gjithnjë kërkoni të argëtoheni, të qeshni dhe kushte më të mira. Organizatorët vlerësuan angazhimin e edukatorëve dhe mësuesve, të cilët për javë me radhë kanë punuar për përgatitjen e programit artistik. Përfaqësues të institucioneve vendore theksuan rëndësinë e aktiviteteve të tilla në zhvillimin social e kulturor të fëmijëve, duke nënvizuar se investimet tek arsimit dhe talentet e reja mbeten prioritet kryesor në Bashkinë e Pogradecit.